Në Korçë u mbyll me sukses edicioni i parë i Festivalit të Teatrit për të rinjt Akt Plus, një aktivitet i rëndësishëm kulturor që bashkoi për 5 net me radhë energjinë, talentin dhe kreativitetin e të rinjve të qytetit. Mbrëmjen finale të 14 nëntorit, në skenë u ngjit trupa e Kolegjit Preka me dramatizimin Stina e Ujkut, një vepër e vënë në skenë nga regjisorja Ilda Pepi. Pas vlerësimit të jurisë, pikërisht kjo trup u shpall fituesja e festivalit, duke u vlerësuar për lojën e fuqishme skenike, interpretimin e matur dhe mënyrën artistike të trajtimit të veprës. Shfaqja trajton marrëdhëniet komplekse njerëzore në një realitet ashpër ku instikti, frika dhe e vërteta përplasen me njëra tjetrën. Është një aktivitet që vjen në serinë e aktiviteteve që Bashkia e Korçës ka organizuar në vite. Kemi filluar me Real Show, kemi vazhduar me festivalin e korave, po vazhdojmë me këtë festival të teatrit dhe kemi edhe shumë ide të tjera të bukura për t'i përfshirë të rinjt në kalendarin e aktiviteteve të qendrës së artit dhe kulturës në Korçë, dhe nuk ka më bukur në fakt se sa të shohësh këta të rinj të talentuar që performojnë në skenë dhe këtë publik kaq të bukur përpara meje, të përbërë nga të rinj të reja, nga prindër mësues të këtyre të rinjve. Dëshira ime më e madhe nuk është që thjesht punojmë teatr, thjesht mësojmë ç'është fjala, por t'japim mesazhe të bukura, edhe vepra jon pak ndryshe nga të gjithë, edhe që ishte një përpëlitje imja e vazhdueshme nëse do të kuptoheshim, nëse do t'i arrinim qëllimit për të çuar mesazhin ton deri në fund. Një tekst shumë i bukur i shkruar nga Ridvan Dibra, Shkodran, një tekst me plot filozofi, në të cilën është një përplasje e madhe e njeriut me bishën që ka brenda vetes së tij. Sot është një ditë shumë e veçantë, duke marrë parasysh se është hera e parë që ky aktivitet zhvillohet në qytetin e Korçës. Emocionet patjetër që janë të pashpjegueshme, si për ne që fituam shfaqja më e mirë Kolegji Preka, por edhe për ndjesinë që morëm nga shfaqja, dhe shpresoj që mesazhet të jetë përcjell aq bukur tek publiku sa që është ndier nga ne në skenë. Shumë të emocionuar sepse nuk e prisja që do ta fitonim. Shkollat e tjera ishin shumë të mira dhe fakti që ne kishim një zhanër tjetër nga shkollat e tjera, e cila ishte tragjedia dramatike, e bënte të veçantë nga të tjera dhe nuk mendoja që do vlerësoja shumë sa shkollat e tjera. Jam shumë emocionuar edhe shkolla jon, edhe mësuesit që na përkrajnë sa herë, dhe jam shumë krenar që jam pjesë e kësaj shkolle, e Kolegjit Preka. Ky festival dëshmoi edhe një herë se gjimnazistët e Korçës kanë talent, pasion dhe dëshirë të fortë për artin skenik.